moment shumë special, jemi tek sfida dhe për këtë do të ftojmë me njërë në sken aktorët tanë, Erioni Saj dhe Besart Kallaku. Mirë se erdhët. Për çfarë do na flisni sot, se unë jam shumë kurioze. Le, se sot është problemi shumë i madh. Na ka ikë truni komplet. Kaq keq nga puna? Më keq akoma. Kemi problem të madh dhe s'po dim si ta zgjidhim. Na duhet ndihmë. Ndihmë e madhe, Biles. Unë jam gati, po unë nuk jam ndihmë e madhe, unë jam ndihmë e vogël. Po ndihmën më të madhe e keni përpara, more. Kjo është ky publik i mrekullueshëm. Le të filloj sfida. Faleminderit. Sot do sfidojmë njëri tjetrin mbi temën, të jetosh me prindrit apo të jetosh vetëm? Unë do mbroj të jetosh vetëm. Unë do mbroj të jetosh me prindrit. Po mirë. Pse duhet të jetosh me prindrit? Duhet me jetu me prindrit, se në rrath parë unë jam katonari herë. Edhe po të ndash nga prindrit fillo katuni. Qatë ka fëmija sot e ja vuni shkelmin prindrëve, si vjetë zërë, si vjetë torpe, mort, ja shplaf kalerja. Pa jam e përsa ke gabima, ku ka si t'jetosh vetëm, a ke privatsin tënde, bën qa duash, silesh si duash, bërtet qa duash. Ja të bëj pyetje unë ty, ti që jeton me prindrit, s'ke frikë se natën të dëgjojnë ata prindrit ty? Në fakt me thonë drejten, kam frikë, kam halë se jam të një gjurë ato natë për natë. Jo se... Jo me më një gjua ta mu. O bet, pastaj ka ndryshu koha më janë modernizu gjërat, nuk ka njëri që jeton me prindrit sot. Ore ka. Po kush është kjo? Po kemi kolego vlla. Koleg këtu? Ore do ftoj Ledio Lakon, që jeton me prindrit, jeton me mamin, jeton me babin, aktori Portokallis. Ledio Lakon. Hajde Ledio. Hajde. Ja. Si është puna? Erioni. Qarë? Na ka hap sfid. Por qarë? Ne të dyve. Jetosh me prindrit apo t'jetosh vetëm? Ja ti pyesim, kësi doni u tash, për prindrit apo vetëm? E ketë hume? Ja, një sekund. Se u bëj pa drejt kjo punë. Jo, Ledio jeto me mamin dhe me babin. Jeto, bravo i qoftë, po edhe për faktin që s'ka qetë akoma nuse, prandaj. Mase... Po ti do të martosh mua, shovën, pas ka marrë përse me martu. Tani do vonojme ne tash, do bëjmë ne gjoti, marrë qëmis që do vonojme. Ja, do marri mamin, një sekundë burë. Ta që quna u bëj pa drejt, ju bët dy unë jam vetëm, do thrazon ndim. Po pse ta thrasë është ti një? Po do thrazon Ka do marrësh? Unë jam vetëm, do thrazë ndim, pik maroj. Rez velesh janë. Ma mirë vetëm. Jo, rezo. Ma puma. Mirë. Edhe rezi jeton vetëm. I sekund. Për këtë katunarim thirrët i mund të merrem me këtë lemë. Pritë burë se më duesh ndim. Këta duhet me jetu me prindrit, ne jetojmë vetëm. A me Ledio thuj, pse duhet me jetu me prindrit? Ku ka lezet me jetu me prindrit, molla, të gatojnë, të lajnë, të shplajnë. Unë tharë si i kishit bluzat me rrudha ju, kishit dalë modeli, ju i kishit pa e kuros. Ju që jetoni vetëm, pra. Tani të të them unë ty që unë jam i e kurosur, jam i rregull, do thua s'ka ardhur për sken, lere. O Ledio, si dukemi ne, pa më thuj, ja, në shiftë. Po duke një qenë nga ftyra, që jeni të pa ushqym, duke se na shkëlqe fytyra neve, që jemi me prindrit. Ja, Ledio i pari. Rezo, kjo është e vërtet, Ledio shkëlqen, po i shkëlqen balli. O, kur flet, ja. Jo, i shkëlqen mu balli, pa i që shkëput nga familja, shikon sa takserat që ka tash, ka ngell një e 50, o shkëput nga gjiri nonës që 3 mujsh. Palem. Ledio për shemull, vazhdo pi akoma. Pasaj, ja, këto dy që jetojnë vetëm, vetëm ti shof që jerë, si u shien, ja. Edhe besi pi, pa pike lopa. Njoni... Një sekund. Si jemi ne më si jemi ne? Ja, si janë të dy, njoni si salqic, tjetëri si kremfic. Vetëm ti shof njoni me tjetëri. Mos u merr me këto të voglat, merr me gjërat më thelbësore. Për shembull, unë jam vetëm në shtëpi. Dal nga dushi, me peshqir, hap derën, fu peshqir. S'kam njëri as majtas as djathas. Ti bënd dalësh, mos është mami, babi, kanale dy komshi që pin kafe me mami me babin, a kupton? Dhe nuk del tot. Tashi, është e vërtet apo jo që është më rahat vetëm? Si, Po, dakor. Ku që gjysë ma për prindrit. Prit, jo vetëm kjo. Po ti shkon me ula, ju që jeton me prindrit, shty derën po lajt babi. Pas gjusore, shty derën po lajt mami. Maro mami thot, ajde Ledio laut ki qenë mami. Kur futesh ti ka maru dhe u ingroc. O, kur flasin këta, prit më ta marrë, kur flasin këta, shkova ki shpia rezit, i dite thash se përshtrote plakat, ka që plur, po ja me ishte pluni 4 gisht. Gjithë pa aty ka abazhuri, thashëm, vend të abazhuri qorape, unë s'kam pa, vetëm kuj i vete. Ka që jeto vetëm. Prit,
Prit ku ishte sekreti. I kishte varë, kishte fut poqin, mrena në çorape, edhe tha thajnë më shpejt se në vjezor me i varë ke balkoni, tha kush na shef. Ashtu është. Ore, Ashtu është. Ishte vërtet s'ka faj. Si as pluni as orapet, por unë si ka që je vetëm dhe bën qa dush, po le kur je vetëm fare është komoditet, po kur je me nuset, si ta marrësh nusen ke prindrit, atë jetosh vetëm me nusen. Si është Ore, më komode? këta që hikin nga prindrit dhe dun me hongër nga dora nuses. më bes. Po nga këto nuset e reja, që e merë Erioni pjatën me gjellë gatume nga nusja, i thot ajo, Do i ketë i pëlqyer. thot ajo, shpirtit pëlqe, e vaskeqa. Ta mush edhe i pjatë tjetër, jo se jam me djetë, jam me djetë. Pas si... Mos nështë ke ngatru krypen me sheqerin apo sheqerin me krypen? Po qa fut koto, bur, kur del vetëm me nusen dhe nusja bëhet zojnë shpije, mër, bur, i ka është të detyruar, i bën të gjitha, të gatuaj, të pastroj, të laj, të ekuros, të gjitha. Kush me këto nuset e reja? Po, më vlla. Nuset e reja punojnë, e fejnë hekurin, në punë. Po e fejnë kur dun me bo selfie për Instagram, gjoja po hekurosim. Edhe pa e vu hekurin priz fare. Sa maro foton, thot, dhe marim pastrusen e shpirti. Ti hekurose jo? Po që më, ne, kush na i bën punët si pas jush? A më ledje, kush na i Di bën ku shko punët? po punët juve. I ditë shkova me ti Rezi, i thash o Rezo, hajde me do dajnë pim në birë. Le e tha sa të bëjt centrifug në funit lavatriqja. Burë zotni. Qarquni! Zotni! Shumë për shpi, tek pruzë. Jepi. Me qëse e nise kështu ti dalim i natë në pub me Ledion. E mirë shkojmë pub. Gjithë çunat ishim rregull. Vetëm Ledios i binte telefoni, thashë, po shiqyr me në një kështu. Jo, më vllai, merrte mami. Hajde, do vi shpejt, do mbyll derën. Hajde shpejt në shtëpi. A vase ne e bone mami ku qedër, se s'fleta shumë mami. Të paktën për mu bojnë me rak, majnë mas 2 orësh, po ju i minutë të gjysmë u largu nga shtëpia fillau wireless, ju ven rreth ke koma këtu. Ku je, ktheu? Dita ma e bukur e këtyre, është kur hik nusja ke nona vetë. Quna, jom vetëm sonte! Parti qunash. Më falj, ti e di që kur je vetëm dhe nusja kujdeset më shumë për ty? Po qa kujdeset o vlla? Pa, ma ti. Ti kur rike nona, ke ija për shemull. Pa. Ma ro punën, shko, thot mami, thot, u lodhe shpirt, ajde të fërkoj që i shpadlat mami. Kurse kur jeto me nusen, ma ro punë, ke gjithë ditën punë, je i lodh, i marum, shko më shpi, ajo ka fjet gjithë ditë në ditës gjumë dhe thot, shpirtit do më fërkosh pak se jam shumë e lodhë. Pa si... Ha? Ma si tregojnë këto këta? Ne më le. Ore më falj, po më thoj ku ka nuse që do me jetu me prindrit që... Ja me nuse që do gjion me prindrit do jetoj, se ku do shkoj? Aman bën një zile po i gjete, ku Po ti që ke martu pa dashje më djalë, se si që shkë Ore, ja punë. t'ja se mu në vlla, se ka, njof dikën, me. njof i shokun tim, që është martu dhe i ka thonë nusja, shpirt, do jetoj me prindrit, duhet i majmë, duhet i lajmë, duhet i shplajmë, se ja kemi borç prindrëve, duhet jetoj me prindrit, do t'i mbajun, pa me Kush është kjo nuse më vlla? Po me prindrit e nuses, jo të burrit. E gro. Aman. Ka boj petanik plaka, po iki unë të shqitim, ka boj petanik me pull. Po vim dhe ne pra. A ti shmenit vetëm, ja s'ka, rini vetëm, s'ka. Hajde,